pika i Donald Trumpit, pra fazë mas faze, hapi parë e të gjitha me radhë, deri tek dita kur do të njihet shteti i Palestinës? Si që përmenda dhe pak më parë ka shumë rëndësi se çfarë do të përmbajë marrëveshja e shkruar, që do të shkruhet në Sharm el-Sheikh. Sepse ai do të jetë referimi. Ai do të jetë pika e referimit dhe mbi gjitha kush do ta garantojë këtë plan paqe. Ne dimë që Izraeli me Palestinën gjithmonë kanë pasur nevojë për një ndërmjetës. Në të kushte të tjera aty kanë qenë përgati paktën që nga viti nga 15 maj 48-s kur ka shpallur pavarësinë e Izraelit dhe mund të ishin marrëvesh, por kjo nuk ka ndodhur. Gjithmonë ka ndodhur me ndërmjetësimin ndërkombëtar dhe për shkak të natyrës se si ka nisur ai konflikt. Dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të jetë dikush tjetër që ndërmjetësoj sot apo jo? Natyrisht për shkak peshës të ndikimit që ka në Izrael dhe për shkak lidhjeve që kanë midis dy vendeve, një traditë marrëdhëniesh e hershme të lobit izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht republikan apo demokrat presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë politike vazhdueshme dhe marrëveshjet e paqes midis Izraelit dhe Palestinës janë realizuar me ndërmjetësinë qoftë të presidentëve që vinin nga Partia Demokratike Amerikane apo nga Partia Republikane Amerikane. Pra kjo ka qenë një politikë bipartizane, do të thoja unë, që pas luftës së dytë botërore dhe tashmë e palëkundur, e vijueshme dhe kjo nuk përbën ndonjë habi për këdo që ka ndjekur dhe ndjek zhvillimet e politikës ndërkombëtare. Ajo çfarë vlen të theksohet, siç e thash, është jo thjesht bordi i paqes, siç është bërë një bord simbolik që do drejtohet nga presidenti Trump dhe zëvendësi do të jetë ish kryeministri Tony Blair, por ka shumë rëndësi dy element për të garantuar paqen. Që thash, faza kalimtare dhe kush do të administrojë këtë fazë kalimtare nga pikpamja e një forcë ndërkombëtare sigurie, është folur dhe për këtë që do të ketë një forcë ndërkombëtare sigurie, do të jetë me përbërje të trupave arabe vetëm, apo do të ketë dhe trupa europiane, amerikane, apo do të ketë një rezolut në Kombet e Bashkuara për të pasur një mision paqërujtës nga Kombet e Bashkuara, atje që ka një traditë, kjo mbetet për të parë dhe mbi të gjitha dhe plani i rindërtimit të Gazës, që për disa vëzhgues mund të konsiderohet gjëja më e lehtë, nëse kemi parasysh që vendet e gjirit kanë burimet të mëdha të konsiderueshme financiare për ta rindërtuar një territor që është relativisht i vogël. Ndërkohë, nëse nuk do të ishte Donald Trump presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të ishim te ky plan me 20 pika? Ka emri i përveçëm të bëj shumë? Francezët kanë një shprehje që thonë me sikur futet Parisi në shishe. Është e vështirë të hamendësosh se si do ishte perspektiva një plani paqe, por tashmë jemi përballë faktit. Kjo marrëveshje ndodhi kur presidenti Trump ishte në Shtëpinë e Bardhë. Duhet kemi parasysh që apo në konflikti po shkonte në vitin e tretë. Pra i kaloi 2 vite. Pikërisht, ndërkohë presidenti Biden atkëkohë që konflikti filloi në 7 tetor të vitit 2023, në vitin 2024 ishte vit elektoral për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta dhe disa faktorë, ndoshta se mundsuan, por edhe konflikti në Rusi mori shumë energji administratës në atë kohë Biden, madje u përqendrua dukshëm. Atëherë, gjithsesi, edhe stili i zotit Trump është një stil paksa atipik, kush ka parasysh se si zgjidh ai krizat, ai beson një vizioni të tij, po ta kemi parasysh kur përmendi që Gaza do jetë një riviera e lindjes mesme, dhe kush kishte parasysh imazhet që shikonte nga Gaza, e konsideronte një propozim fantastiko shkencor. Realisht doli një propozim fantastik, por nga mënyra se si u zgjidh ky konflikt, se sa shkencor do jetë do ta shikojmë më prapa. Dhe ta bëra këtë pyetje sepse do të vi automatikisht tek ajo që pyetën gazetarët gjatë udhëtimit të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Izrael, nuk mund të mos e pyesnin edhe për Ukrainën, për Rusinë, dhe zgjidhni luftën ose e bëjmë ne? Donald Trump e kërcënoi në këtë komunikim me gazetarët edhe Vladimir Putin kur e pyetën gazetarët për dërgimin e të famshmeve raketave Tomahawk. Natyrisht që në momenti që doli njoftimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund t'i japin Ukrainës raketa Tomahawk, që janë raketa me rrezet gjate dhe të cilat kanë mundësi goditëse shumë të mëdha dhe ofrojnë shkëndijim. Një 2500 km. Autoritetet, profesuesit e Rusisë, duke filluar që me zëvendësin e presidentit rus Dmitri Peskov, zëvendësministrin i jashtëm Anatoliy Shcherbakov dhe disa antarë tjerë të kabinetit rusisë u shprehën të shqetësuar dhe madje edhe ata
reagoi me një kundër kërcënim që thanë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i ofrojnë Ukrainës të marrëdhënie midis Rusisë dhe Amerikës mund të përkeqësohen ndjeshëm ndoshta edhe në mënyrë të pariparueshme. Gjithsesi jemi në fazën e këtyre kërcënimeve reciproke verbale. Në këtë fazë jemi tek fjala dhe zakonisht kjo është mos e kuptueshme në diplomaci para se të kalohet tek veprimet, sepse në këtë mënyrë matet edhe pulsi dhe reagimi i palës tjetër. Aktualisht këtë javë ose në fillimin e javës që vjen, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jetë kryeministja Ukrainës Julia Svitorenko bashkë me një delegacion të qeverisë ukrainase dhe shefin e kabinetit të presidenti Zelenski, dhe të jetë një hap, si thua, për të parë se çfarë do të ndajnë, çfarë do të konkretizohet me presidentin edhe me administratën amerikane. Por gjithsesi në rastin midis konfliktit Rusi-Ukrainë nuk bëhet fjalë për një zgjidhje kaq të thjeshtëzuar sa mund të ishte kjo e Gazës. Siç ishte kjo e Gazës, kur nëpërmjet një ultimatumi ju dha që ose dorëzoni ose nuk do ekzistoni. Kështu që do të kemi zhvillime të tjera edhe për zbatimin e planit, por edhe për Ukrainën. Zot Gamberu, unë falenderoj që ishit me mua në studio. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Ne do të kemi edhe një hapësirë të fundit publicitare, do të kthehemi sërish drejt për drejt.